Prizmës. Mram përfundoi edhe Big Brother Albania në Top Channel. Sigurisht unë nuk jam nga ata që e shoh, por komentet edhe pastaj informacionet, skubet, natyrisht që do t'i ndjek nga Facebooku ose nga rrjetet dhe nga diskutimet e shumta. Sigurisht i di në përgjithësi opinionet dhe mundohem të krijoj edhe opinionin tim. Kam parë disa pjesë të primerëve të ndryshëm, i njoh personazhet dhe kjo jo se kam dëshirën ta ndjek, sepse sigurisht unë nuk mund të pëlqej as të mund të aprovoj emisione të tilla, por në këtë botë jemi dhe normalisht jam interesuar. Në këtë pikë isha i bindur që dje do të dilte kjo vajza Selin, sepse ishte përgatitur e gjithë loja nga drejtuesët që ta merrte. Nuk po bëj tash atë njeriu që të tregoj jo kanë të drejtë, s'kan të drejtë, jo veprojnë kështu se veprojnë ashtu, nuk më interesojnë fare. Unë e di që është një gënjeshtër nga fillimi deri në fund dhe një pjesë amorale dhe imorale, por u krijua kushtet nëpërmjet dy meshkujve, të cilët njëri është arrogant dhe i paedukuar dhe krejtësisht jashtë normave, i futur qëllimisht për këtë punë, për të shkatëruar në përgjithësi, për të ngritur tonet dhe nivelet në mënyrë absurde, që është rrugeti dhe sigurisht Mirit, i cili është një njeri i qytetëruar, po i futur vet ai dhe ky do të jetë gabimi i tij, ma mërmendje, në mes të ulurimeve dhe nuk e di transfigurimit të edukatës dhe moralit në përgjithësi. Midis tyre të dyve ishte kjo vajza, e cila ishte një llapazane intrigante, personazh i cili përdridhesh midis këtyre dy meshkujve, dhe që sigurisht në treshen e tyre përbonin pastaj edhe atë, duke bashkuar edhe me një person tjetër i cili i kam dëgjuar vetëm disa fjalë, po kryesisht fjalën i flisht. Tash nuk e di si e kishte emrin, nuk më kujtohet, por që kaq ishte e gjithë historia e një Big Brother të tillë. Kjo ishte vetëm për ta prezantuar, domethënë për t'ju treguar ju që shiko se nuk është se nuk i njoh. Po çfarë njoh më mirë? Më mirë njoh atë çfarë përfaqëson ky program, ky real TV që thonë, ose show i cili jepet në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe ajo që prezanton është një nga imoralitetet më të mëdha të mundshme në televizion. Ku për sa kohë zjat, sidomos ky real TV, ky i fundit, ishte vetëm ulurim, vetëm shkatërim, jo vetëm nervash dhe edukate të shkatëruar për sa i përket mënyrës së qetë të folurit ose të marrjes të një problemi për ta trajtuar në mënyrë shoqërore, pa pas nevojën e ulurimave, nervave dhe sidomos asaj që i përgatisin në këtë lloj shfaqje të intrigës për të dalë i pari, për të bërë shoqëri e cila sigurisht do që të dëmtoj shoqërinë tjetër, do që të përvidhet nga e vërteta, nga e drejta, mos të ketë një cop morali brenda, ti thyesh gjithë rregullat e moralit pse ti duhet fitosh. Që të përmendesh fjalët më fyese dhe pastaj të dali Ledion Liço dhe të thotë që kjo nuk lejohet, ndërkohë që ka lejuar të gjithë fllisirat të dalin. Për të ndruar rregullat e lojës në mënyrë absurde dhe të gjithë këto rregulla loje konsistojnë në faktin e shkatërimit moralit në përgjithësi. Jo vetëm përputhet, sepse ne jemi mësuar të përmendim ato faktet e një emisioni tjetër i cili është në njëjtin televizion, i cili turpronte, thënë drejtën me marrëzirat i moralitetit që kishte. Po dhe Big Brother është bërë i tillë tash, sidomos ky Big Brother i fundit. Në atë që më kujtohet ishte Egla, doli pikërisht ajo që Top Channel ose ky emision do të prezantoj si femër ose grua shqiptare. Po Egla s'pakut e kishte një zanat, kishte një profesion, kishte një zgjuarsi,
Kjo tjetra që ka dalë tani nuk ka asnjë prej këtyre gjërave. Është një, e kanë përmendur 100 herë, kështu që s'kam seruar mor 23 vjeçare, e cila sigurisht zgjodhe që në fillim të qëndronte zgjodhi, o pranoi të qëndronte në një shtrat me çfarë kushtesh ka, rrin një shtrat mashkull dhe femër dhe ju ky mashkull dhe femër. Fillon kështu historia e tillë. Po që ti kthehem është e neveritshme ti kthehesh, por unë po kthehem për të treguar që kaq është. Ky është një real TV i organizuar vetëm e vetëm të çmoralizoj ose t'ju tregoj të gjithëve se kjo lloj shoqërie jemi. Tash pyetja është e tillë. Ose pyetja për ju që keni marrë mundimin e ndëgjoni deri në fund. Por e vërtet jemi kështu shoqërie ne, se po të jemi kështu shoqërie, kësaj shoqërie duhet me i thënë fak. Kjo është shoqëria më e qelbur që mund të ketë. Kjo shoqëri nuk ekziston as shoqëritë më të degraduara të perëndimit. Pastaj me linën nuk kam punë fare sepse është një shoqëri ndryshe. Kështu shoqëri jemi ne, si e këtij Rogertit ose këtij që thotë flisht apo të kësaj vajzës, apo këtij mirit që është futur kot aty, sigurisht që është një djalë i mirë dhe talentuos, po është futur kot aty. Ka pranuar që të futet, të uluri edhe ai të pranojë gjithfar sharjesh, e gjithfar fyrjesh në familjen e tij dhe për veten e tij. Kështu shoqëri jemi ne. Kështu veprojmë ne. Nëse jemi kështu, dhe Top Channel ka marrë përsipër të thotë që kështu shoqëri jemi, ne jemi me të vërtetë shoqëria më e fliqt, siç thotë ai i famshmi. Çfarë punë të bënte ai duket bënte në palestër. Dhe aty nuk na tregoi gjë për palestrën e tij përveç ngacmimeve, ato padurimet që kishte për të prekur atë partneren e tij. Më vjen keq që flas kështu, por unë jam mësuar të them atë që më duket e vërteta dhe e drejta. Dhe nëse këto janë të vërtetat dhe të drejtat që është mësuar emisioni Real TV na i thot, këto janë për të refuzuar. Këto janë që refuzoj ti shoh. Jo marrëzira që ne gjojmë diku tjetër për seanca politike. Kjo është për të refuzuar në mënyrë të menjëhershme. Të edukosh fëmijët, të rinë të shohin pleqt, gratë, element të tillë të ngritur lart në absurdin e zhurmës, intrigës, sharjes e thyrjes, është shoqëria më e keqe e mundshme që ne kemi në televizion. 24 orë në 24 orë. Shpresoj që ajo ferma, cilën po e ndjek pak, të jetë ndryshe. Është ndryshe, po shpresoj që të jetë ndryshe, të ketë më moral, të ketë më diskutim, të ketë më frym të diun qytetare, mund ta quaj frym morale më të mirë. Dakord miqtë mi, ju përshëndes.